Politik, ideja është që duke u bazu në personat cilët tek ne analizojnë aspektin ligjor, ka qenë procedurë në rregull dhe për këtë arsye kemi vazhdu si proces që të vazhdohet në pjesën e qeverisë. Ne kemi ndëgju zotin Kurti që shumë herë që i kam numrat për qeveri, por nuk i kam për pjesën e kuvendit, e kemi dhënë këtë mundësi që të vazhdohet, shteti nuk mundet mbetet pa institucione, unë kujtoj që domi më i madh i Kosovës është pikërisht zoti Kurti me qasjen e tij dhe mendsinë e tij politike. Sot sa po flasim Dibran, ndoshta për herë të parë dje duke diskutuar me persona është që edhe ujësjellcat i ka shtinë liberalizim të rrymës e që sot ujësjellcat nëse kanë pagu që i kisha pas dëshirë ndoshta edhe si televizion këtë temë me shërtu. Po ideja është që edhe ndërmarrjet publike, sepse kjo është logjika që shumë ndërmarrje publike mund me falimentu për shkak kostës madhe edhe të energjisë, sepse nuk kanë përballim të kostove. Në këtë logjikë unë kujtoj që logjika e tij ekonomike, logjika e tij sociale, logjika e tij politike, ruajtja me miqtë tonë absolutisht na kanë kriju në një situatë të kaosit politik dhe pikërisht ky është problemi politik në cilin jemi edhe pikërisht kjo është e papranueshme. A jeni të bindur ju, zë Xhaveri, pra kur po them ju, po them Lidhja Demokratike e Kosovës, që kjo procedurë e ndjekur për votimin e Nenad Rashiqit është procedurë e rregullt dhe nuk mund t'ua kthej mrapsht gjykata kushtetuese? Shiqeni, ne kemi gjyku me ekspertët tonë që si procedurë dhe për këtë arsye edhe kemi votu. Herën e parë kur nuk kemi votu ka qenë pikërisht në, si me thonë, në lajthitje problemi dhe kemi ra në një situatë të tillë, por në pjesën e dytë, sipas ekspertëve, ne kemi vazhdu si procedurë edhe kjo normalisht që është pastaj temë e diskutimeve në vazhdim, nëse gjykata kushtetuese merr mos përkashme apo e analizon si situata, apo nuk mirret me problemin, por unë kujtoj që pikërisht duke u bazu në ekspertat tonë që e kemi bërë dhe këtë hap me qëllim që të vazhdohet tutje me pjesën e është interpretuar si një parafrimi i LDK-s me LVV-n. Absolutisht jo. Absolutisht jo. Në shoh, si me thonë, të keqen më të madhe të vendit e shoh që vjen nga mendësia politike që ka zoti Kurti dhe lëvizja vetëvendosje, thash me çdo si në aspekt ekonomik, si në aspekt politik, si në aspekt marrëdhënieve ndërkombëtare, si në aspekt me miqtë tonë, edhe në këtë kontekst unë shoh që problemi politik në Kosovë në këtë fazë që jemi është pikërisht lëvizja vetëvendosje. Unë nganjëherë po them që shtetin duhet me pa si familje, sepse ruajtja e miqësisë me njerëz duhet me pas, si me thonë, një angazhim, jo të prishen të gjitha marrëdhëniet, cilat sepse shumë lehtë prishen marrëdhëniet e shumë vështirë ndërtohen ato. Dhe në këtë kontekst unë kujtoj që problemi politik që jemi është pikërisht për shkak mendësisë politike që ka Albin Kurti dhe lëvizja vetëvendosje në këtë vend. Xhaveri, 26 pra është data e këtij muaji e fundit ku nëse nuk ka masë përkohshme prej gjykatës, është data e fundit kur Albin Kurtit i ska dënë afati prej 15 ditësh për formimin e qeverisë. Nëse ai dështon, a merr përpjekjen Lidhja Demokratike e Kosovës për të krijuar numrat dhe për të dëshmuar se i ka numrat për ta formuar qeveri? Po nuk ka numra opozita për krijimin e institucioneve. Shqeni këtë kjo blokadë politike është e të parit, edhe është e qëllimshme, sepse unë kujtoj që ndoshta është ajo teoria që nuk arrit t'i marrë votat e kërkume edhe don një prodhim momentum politik si sot që po në vushtëri që të krijon një momentum të prodhohen zgjedhje të reja dhe të krijohet një situatë e re politike, ndërsa nuk i intereson se vendi çfarë pasoja ekonomike politike. Ne jemi në sanksione të mëdha të Bashkimit Evropian. Sot sapo flasim, ne edhe impjanti i cili është për Prishtinën 100 milion me Francë është i bllokuar pikërisht për shkak të sanksioneve ndërkombëtare. Pra kemi dikon 700 milion euro investime të bllokuara për shkak kryenësisë politike të cilën e karakterizon kryeministrin Kurti, lëvizjen vetëvendosje dhe normalisht që për ne nuk e shohim si partner në ecje përpara. Tash krejt kjo blokadë ka një emër dhe kjo është e qëllimshme edhe ky emër është Albin Kurti dhe lëvizja vetëvendosje.